Përmes kufirit Kosovë-Shqipëri pa bërë kontrole fizike, gjatë ditës së premte kanë kaluar shumë vetura, shumica prej tyre me flamoj për të marrë pjesë në protestën në Tiranë. Knaqësi, po sikur t'i shkon të lirun me ma knaqësi, po pidini që janë sanët, ju këna bashkon gjithë kësaj proteste, besoj që drejtësia do të më dorë në vend. Jem dykon mas pakti 200-300 vetë veç me autobusa, edhe ndjenja shumë e mirë se na jem të shkuar në vendin tonë, si për të mirë, si për të ketë Shqipërinë e kem shtëpinë e dytë. Ndjenja është e veçantë, siç ka qenë para 25 vite. Por aty shpresojmë dhe besojmë shumë në pafajësinë e tyre dhe në pastërtinë e luftës së drejtë të UÇK-s. Kjo është pjesa e uniforma e njësisë speciale, do të thonë. Edhe maska është shkas edhe mos mu pa ftyra edhe me dhonë simbolin e asaj kohë kur kanë dalë me masë mos mu pa nga forca serbe. Kemi ardhur këtu në përkrahje të OVL-s prej Ukshit Hodit, Universitetit. Ne si pjesë e parlamentit studentor kemi shpreh me pas përkrahje gjithashtu. Kam shumë emocione, sepse është diçka që para nesh gjenerata jonë, prind tonë, gjyshit tonë kanë qenë, edhe pse mos e marrë pjesën këtë organizim. Është diçka që duhet çdo qytetar me pas obligim. Për t'ju ofruar mbështetje pjesëmarrësve të protestës, Shteti i Shqipërisë ka vendosur që tarifën rrugore ta heqë fare për 24 orë. Pompa e derivateve në cilën rëndëm qytetarët e Kosovës ndalen gjatë rrugës për të shkuar në Shqipëri, të premten ishte edhe më shumë e populluar nga autobuset dhe mjetet tjera me cilat protestuesit po shkojnë drejt Tiranës. Nuk mund t'i përshkruajmë ndenja. Jem të shku për me mbrojt krerët e UÇK-s, krerët e lirisë. Kjo do të për mu si para 26 vite që kam fillu këtë rrugtim, njëjti rrugtim është për mu. Për ndryshe jam edhe invalid i luftës, kam 3 plagë trup. Falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen, dua ta falenderoj edhe zotin Roma që ka mbështetur këtë protestë, të falenderoj edhe zotin Balla që është angazhuar dhe e ka përkrojën e tij maksimale për protestën që sot po ndodh. Sot kemi ardhur. Ju lutem na zbrasni sheshin e na ndihmoni që të fillojmë aktivitetin si kemi të punëve. Ju lutem mbështetjen kamerat për njerëzit tanë, bashkëpunëtorët tanë që gjenden padrejtisht në dhomët e specializuara në Hagë. Ne sot protestojmë dhe kërkojmë drejtësi për kushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Shoqata e veteranëve ka organizuar në këtë shesh në Skënderbeut që t'i çojmë mesazh Komisionit Evropian, Brukselit, dhomët specializuara se pa drejtësi 5 vite mbahen në parabllokim presidenti Kosovës. Na hapni sheshin, na ndihmoni ju lutem. Po vendit Jakub Krasiqi dhe Kadri Po na ndihmoni ju lutem. Deputeti Recep Selimi. Ushtria shërimtare e Kosovës asnjëherë kur nuk ka bërë krime, nuk ka vrarë, nuk ka dhënë asnjë civil.
Ushtria Shqiptare e Kosovës ka luftu për lirinë e vendit, për çlirimin e vendit dhe ka mbrojtur të drejtat tona historike për liri. Ndërsa Serbia është amnistu edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga Minutën sheshi duhet jetë i lirë. Ju lutëm kamerave largohuni nga sheshi. Na ndihmoni. Ky sheshi para të ndërrohet tani ju lutëm. Kështu që neve na duhet përmes kësaj proteste të çojmë mesazh Hashimtaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit atje, të tjerëve se ata nuk janë vetëm, jemi bashkë. Ju lutëm kamer. Është e drejta jon, liria jon, lufta jon, duhet ta mbrojmë këtë luftë. Natyrisht se bashkëngjitje një proteste gjithkombëtare shqiptare që nga gjitha trojet etnike shqiptare sot janë mbledhur në Tiranë për kundërshtuar përfundimisht gjykatën e padrejtë që ndodh sot në Hag kundër shkrimtarëve të Republikës Kosovës. Të drejtim jemi këtu për t'tregu se jemi bashkë me këtë popull, jemi bashkë me presidentin Hashim Thaçi, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe të tjerëve që padrejtisht po mbajnë në Hag, duke përçuar mesazhin e madh të përbashkët gjithkombësve se këta janë çlirimtarë dhe nuk ka vend në gjykatën e Hagës dhe duhet lirojnë një ditë përpara. Tash jena në fund këtij procesi, a besoni, a shpresoni në fakt për një proces drejt edhe me pak ose me fare dënim për ta? Ai mund të jetë i drejt, po megjithatë ata që po mbahen atje, presidenti Thaçi dhe shokët e tij janë plotësisht të pafajshëm dhe në këtë fushë me pas një dyshim se presin verdiktin e popullit. Verdikti i popullit është në protestën e shënuar në Prishtinë, në Hag dhe kjo sot në Tiranë, pasi do të ketë edhe në troje tjera për tërhequr vëmendjen në gjykatës së Hagës se populli nuk është për dënimin e çlirimtarëve. E përmendet troje tjera, keni me organizuar në vendin e juaj një protestë, a keni mjaftuar të paktën? Më kujtoj se organizimi i protestave është në dorën e shoqatës veteranëve të luftës Kosovë dhe këtë drejtim primatin e tyre nuk do ta marrin, por nëse kërkojnë padyshim se do ta bëjnë. Shumë inkurajuese, sheh këta njerëz pjesëmarrës. Cili është emocioni juaj me këtu tua ikonike para kësaj turme këtu në Tiranë sidomos? Nuk ka kohë kosovar! Kemi lidhur e vdesin! Mendimi juaj shumë shkurt për procesin në Hag, e dim që jeni këngëtare, po megjithatë keni ndaj mendim se përket procesit ndaj çlirimtarëve. Nuk ka kohë kosovar! Kemi lidhur e vdesin shqiptar! Liri Bashir! Andemonin që tu vazhdojnë të organizojnë protestin. Sa i fuqishëm e zëri kombëtar. Sheqi këtu para unë që kes. Tirana është kryeqendra e kombit shqiptar. Këtu janë të gjithë se ta. Këtu të gjithë duhet ta ngrenë zërin sa të munden për të treguar se cila është vlera, forca, uniteti dhe ardhmja shqiptare. Një ditë Mucha goja jevje Kusha prime, kusha njën Lavdine shmarët kombit Lavdine shmarët kombit Liri sa më shpejt për shkrimtarët Asat dhe kur Unitet, bashkim, solidarizim E tjerë Dëshmorët tonë Të ngritën lartë të qelë Me bërë ato
Një orë pasi ka filluar protesta këtu në Tiranë, ende janë duke vazhduar fjalimet, pra pas Alfred Mojsiut, Ali Ahmetit si edhe Hysni Gucatin, këto momente është duke paralajmëruar edhe një film i cili do transmetohet sa i përket masakrave të kryera në Kosovë. Kam dalë për UÇK-n, për trimat e UÇK-s, për pa drejtësinë që është bërë aty, sepse unë djemt të UÇK-s i kam patur në shtëpi, në Tiranë, në familje. Unë kur filloi lufta me serbët, e kam pasur familjet në shtëpinë time, dhe sepse unë jam shqiptare. Të nderuar vëllezër dhe motra shqiptar kudo që jeni. UÇK, UÇK, UÇK. Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi. Jakub Krasniqi, Jakub Krasniqi, Jakub Krasniqi. Kadrim Veseli, Kadrim Veseli, Kadrim Veseli. Recep Selimi, Recep Selimi, Recep Selimi. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar përfaqësues, të nderuara përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë të Republikës së Shqipërisë, qytetarë të Republikës Kosovës, qytetarë anëkën shqiptarë ku jetojnë dhe veprojnë. Ne sot po protestojmë, por për me të ngritë zërin për drejtësi, jemi këtu për me mbrojt luftën e shejt të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për me mbrojt gjakun e derdhur për liri dhe për me mbrojt nderin e çlirimtarëve tanë. UÇK-ja nuk ka nevojë me dëshmu se ka qenë ushtri çlirimtare. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varrët e dëshmorëve të kombit, e kanë dëshmuar bota mbar pa në sytë e vetë krimet serbe në Kosovë. Sot përmes kësaj, gjykata të padrejta po gjykojnë jo krimet, por vetëm fajtorët janë si popull, po përpiqen me barazu viktimen me xhelatin, po duan me e njollos luftën tonë të shajt, të pasur për njeri, por ne nuk do ta pranojmë këtë, nuk do ta lejojmë me u përllos emri i komandantëve tanë, nuk do të heshtim kur po për këtë histori të popullit tonë. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën. Kjo është protest. Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën. Kjo është protest e popullit shqiptar në zemrat e shqiptarëve. Ne nuk po kërkojmë mëshirë, po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë barazi para ligjit dhe para historisë. Tirana sot është kryeqyteti i gjithë shqiptarëve. Sot nga këtu po i themi botës, Kosova ka luftuar për liri dhe çlirim. Nuk ishim kriminal, por bie tanë të këtij kombi që dhanë gjithçka për atë dhe. Prandaj ne deklarojmë qartë, gjykata speciale ka humbur çdo besim dhe çdo besim të shqiptarët. Proceset që po bëhen në Hag janë të njëanshme dhe të padrejta të dashur shqiptar. Kjo protest është thirrja e ndërgjegjës sonë kombëtare. Drejtësia e vërtetë nuk ka frikë nga e vërteta dhe ne jemi këtu për ta mbrojtur atë lavdi ushtrisë shqiptare të Kosovës, lavdi gjithë të zhmorëve të kombit, liri për shqiptarët tonë. Zoti e bekov popullin shqiptar, Zoti e bekov gjithë shqiptarët ku janë, ku punojnë, veprojnë dhe jetojnë. UÇK! UÇK! Liri për shqiptarët! Liri për shqiptarët! Liri për shqiptarët! Presidenti Alfred Mojsiu. Të dashur qytetar të Tiranës, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Preshevës dhe Marit të Zi. Të dashur bashkëpunëtorë, sot jemi mbledhur këtu për zemrën e Tiranës.
Jemi mbledhur për të mbrojtur dignitetin tonë kombëtar. Jemi këtu për të ngritur zërin kundër padrejtisë. Kjo po bëhet bile më të mirë të Kosovës dhe të kombit shqiptar. Luftarëve të UÇK-s, të cilët luftuan për lirinë e dheut, dëshiroj të them se shqiptarët historikisht njihen si luftarë dhe kanë luftuar në shekuj. Por 3 raste janë që shqiptarët kanë luftuar për vete. Në kohën e Skënderbeut, gjatë luftës së dytë botërore dhe UÇK-ja. Të dashur miq, është koha që të mos heshtim, po të ngrim zërin, sa më lart për të mbrojtur veten tonë dhe sakrificet që njerëzit tanë kanë bërë. Nuk mund të pranojmë dhe as të lejojmë të në përkemet gjaku i shqiptarëve. Pra, liria e Kosovës nuk është dhurat. Ajo është fituar me gjak, me sakrifica, me vendosperi. Ndaj sot për shumë se kur, ne duhet jemi të vendosur dhe të bashkuar për të mbrojtur të artën e kombit tonë shumë të vojtur në shekuj. I bendhirje drejtësisë që të regojnë vetën për të bërë mësim për gjithë. Lavdi të shporëve të UÇK-s. Liri të drejtuesve të UÇK-s. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft Shqipërinë. Dhe tani ju bashkuan dhe shumë shqiptar nga Shqipëria, që nga Tahir Sinani nga Malësia Gjakovës, Ingrid Sara, komandant Kavaja, Skedilajt Lagami. Sigurisht për të folur në emër të familjeve të dëshmorëve, por dhe të shoqatës Tirana si mikpritëse, grupi organizator ka caktuar të përshëndes zotin Rushdi Keqi, ish prefekt i Tiranës, kryetari i shoqatës Tirana. Të dashur qytetarë të Tiranës, të nderuar pjesëmarrës, të respektuar vëllezër e motra nga gjithë trevat shqiptare. Sot jemi mbledhur këtu në Tiranë, në këtë qytet që ka qenë gjithmonë zemra e kombit, për të nderuar luftën e drejtë dhe të shenjtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jemi këtu për të nderuar gjakun e dëshmorëve që me sakrificën e tyre i dhanë jetë lirisë së Kosovës dhe krenarisë shqiptare. Tirana ndër vite ka qenë djepi mikpritjes dhe i bashkimit kombëtar. Ky qytet i ka hapur zemrën çdo shqiptari që ka ardhur nga çdo tret, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Në vitin 1999, kur Kosova përjetonte ditët më të errëta të luftës, Tirana u bë dritë shprese. Qytetarët e saj priten me zemërsi qindra dhe mijëra kosovar që u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre për gjenocidin serb. Në ato ditë, Tirana tregoi se nuk është thjesht kryeqyteti i Shqipërisë, por kryeqyteti i shpirtit shqiptar. Por Tirana nuk qëndroi vetëm si mikpritëse. Nga kjo tokë dolën bijtë që u bashkuan UÇK-s, që morën pushkën dhe shkuan në vijën e parë të frontit për të luftuar për lirinë e Kosovës dhe më vonë edhe për lirinë e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Midis tyre është dëshmori Skedilajt Lagami, biri heroik i Tiranës, që luftoi me nder në radhë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të ushtrisë shqiptare kombëtare në Maqedoni.
dashur bashkëluftar, bashkëveprimtar e atletar, invalid luftës, familje të dëshmorëve, dashur rysni, gjavit të gjithë ju, ushtar të liris, falënderit Shqipëri, falënderit nën. Na ke trajtu e na ke pris si nëna bit. Do doja të përshëndes generalin e luftës e të paqes, presidentin Alfred Mojsiu, çlirimtarin që ka dalë këtu me një shekull në shpatull për të solidarizu me luftarët e lirisë, sepse vetë ka qenë luftar i lirisë. Pra, kjo gjykat u themelua që të zbardh pretendimet për trafikim organesh me mandat nga 1 janar 1998 deri më 31 dhjetor 2000. Kjo gjykat u themelua nga vetë Kosova me qëllim që t'ja pamundson Serbisë që nëpërmjet Rusisë ta themeloj atë në Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe ta rikthej UNMIK-un, ku Rusia këtë drejt vetoje. Kur u hetua dhe u kuptua që çdo gjë ishte një trillim propagandues për ta nxirrë imazhin e luftës tonë çlirimtare, prokuroria nxitoi dhe përpiloi një akt akuz tjetër mu në ditën kur në Washington, në prezencën e presidentit Trump, duheshte të nënshkruhet marrëveshja për njohje të ndërsjellët midis Kosovës dhe Serbisë dhe përfundim të asmërisë shekullore, pandarje dhe shkëmbim territoresh. Sot të gjithë jemi dëshmitar se akt akuza s'ka të bëj me trafikim organesh, por është një reciklim i akuzave të mëhershme ndaj Ramushit, e Fatmirit dhe të tjerëve. Sot ata po gjykohen si çlirimtar, si njerëz që kanë kapur pushkën për të mbrojtur pragun e shtëpisë dhe popullin e vet nga gjenocidi serb. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare për luftë dhe asnjëherë nuk ka shkelur ligjet e luftës. Kjo u dëshmua në të gjitha gjykimet e deri sotme nga gjykata ndërkombëtare e vendore. Kjo u dëshmua fuqishëm edhe nga dëshmit amerikane, britanike në Haag. Gjykimi shfaqi botërisht që ushtria çlirimtare e Kosovës ishte partnere e NATO-s, Amerikës dhe Evropës. Dëshmit konfirmuan që ne ishëm dhe jemi partner të Washingtonit dhe Brukselit. Prandaj, liria Hashimit, Kadriut, Jakupit, Regjepit dhe të tjerëve është e vonuar dhe duhet të vi me njëherë pa asnjë vonesë shtesë. Liria e Kosovës nuk është arenë për politika individuale, partijake dhe zgjedhore. Liria e Kosovës nuk është fushë pjellore për ndasi ndërshqiptare. Në dashur shqiptarët e mi, ne duhet të bashkohemi, ne duhet të bëhemi bashkë, ashtu si që bashkuam për Kosovën Republikë, për Shqipërinë demokratike në NATO dhe në Bashkimin Evropian, për shqiptarët e barabartë në një Maqedoni euroatlantike, për të drejtat e shqiptarëve në luginë e Maltëzi. Ashtu duhet të bashkohemi edhe për lirinë e çlirimtarëve dhe dinjitetin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Zgjohu Kosovë. Zgjohu nëna ime e dashur. Balli dhe emrin i shkelur. Apo e ndjen vajin tim? Apo e sheh si ti kam ngullur syt, mu në zemër, mu në shpirt? Si ti kam edhur duart rreth belit për të përqafuar unë ashtu yt? Zgjohoj. Sonde të gjithë po largohen. Këtë vatër kush po e len? Qënë këto gjurmë gjaku në përfytyrën tënde, këto varre murana rreth shtëpisë sime. Zgjohu Kosovë. Sonde vetëm beta e ndert konakut askush s'po troket më. Po mirë, thua vdekur jam e harruar në të troje Zuka gjaku? Thua më shkim burizja e mbyllur dera e konakut? Bota në tylet kallet. Kosova porëngon. Peshojeni mirë këtë emër. Peshojeni mirë këto varre. Kërkojnë hakmarrje, po? Hakmarrjen unë nuk e njija. Ma mësove ti, si qenë henjeri. Kur dasmës mi hoqe flamurin e qyqe, mi le nuset e reja, këngën më dalin mbi djepa, e me përzure mira njerëz. Janë mëkatet rënda drushe, ku t'i qojmë? As të nesmi të lavdishëm, as rilina si pranojnë. Të vdekurit në varrës rasin, ku është liria? Drenisa thërret, ku është rinia? Rilinda si thrasin, ku është pavarësia? Europë, mëj bukuri e vetës tënde. Po, pse shikon me sy, pse s'pe i herë me zemër? A e ke pyetur vetën ndo një herë, mëj Europë? Po të vinde shkjau, ta bante Londrën në gropë, një lagjet e vetme, të dishe në Roma, Paris, do rjeti pa e qarë qiellin përmitis? Jo! Ti mund t'jekish një fshat, mund shembesh një krahin, po një Kosovë të tërë nuk e shem dot. A mund të shembe të valë një kështjellë shtetintarësh që në themel s'ka kur, por zemra kosovarësh? Jo, kur? Kosova jeton, Kosova gjallon, liria ka emër. Gjitha gjybtyrët e listit kombëtar shqiptar. Këtu në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në sheshin e Mojsiu ton. Ashtu si që kishte shpatën magjike Mojsiu, shkopin magjik, edhe shpatat Gjergj Kastriotit ishte si shkopi magjik i Mojsiut. E sigurisht, pra në këtë shesh, ne jemi mbledhur për të bërë një beslidhje. Ajo beslidhje është beslidhja e botës shqiptare për të mbrojtur UÇK-n e lavdishme. Dhe kjo beslidhje është përballë botës serbe të shpallur nga slavët. Dhe ajo që na ka bërë bashkë është UÇK-ja. Pra, UÇK-ja e lavdishme, e cila ka nënshkruar faqen më të lavdishme të historisë sonë kombëtare. Që ditën që lindi, shtypi e quajti nëntori i tretë të shqiptarëve. Por sot, çlirimtarët ndodhen në Hag me akuza të fabrikura, ndërmarrje e përbashkët kriminale. S'ka gjë më absurde. Ndaj sot ne jemi mbledhur për të mbrojtur të drejtën tonë, kauzën e drejtë të ushtrisë shqiptare. Të gjithë së bashku,